Interi ka nisur me një barazim ndaj Monterrey të aventurën në botrorin e klubeve pasi u ndal në shifrat 1-1 kundër meksikanëve që kanë në grup. Një rezultat që nuk kënaq si kaltrit me keqardhjen që është shprehur hapur dhe nga Christian Aslani para mediave në përfundim të ndeshjes. Ka mjaft gjëra pozitive, por për fat të keq posuam gol me një goditje standarde. Mëkat pasi kishim shumë dëshirë që ta nisnim me 3 pikë të mendojmë për ndeshjen e ardhshme. Nuk ka shumë ndryshim mes asaj që kërkon Qivu dhe asaj që na kërkonte Inzaghi. Kemi luajtur me të njëjtin modul me të cilin kemi luajtur në vitet e fundit. Padyshim na kërkon të bëjmë më shumë trysni te kundërshtari dhe sot u treguam të aftë duke e bërë një gjë të tillë. Goditjet standarde në zonë i provuam vetëm për një ditë, ndaj padyshim që ka gjëra për të përmirësuar, sipas meje gjendja fizike është shumë pozitive, disa kanë qenë me kombëtarët. Ndoshta ka pak lodhje, por mendore që nuk duhet të na kushtozojë, duhet të punojmë më shumë pasi duam të kalojmë grupin. Sistemi me 2 mesfushor mund të luajmë dhe në atë mënyrë e kemi bërë dhe vitin e kaluar në ndeshje të ndryshme. Nuk duhet të ndryshoj atë që duam ne, e cila është fitoria. Ishte një pjesë e parë e vështirë për shkak të vapës, por kjo vlente edhe për skuadrën tjetër. Duhet të përshtatemi me atë që kërkon trajneri, të përmirësojmë në presion dhe të shikojmë përpara dhe të luajmë thuajse 1-1. Sa më shumë kalon koha, aq më shumë përmirësohemi, tha Aslani pas përfundimit të ndeshjes.